إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تندروا جماعت jemi me vazhden dhe zinxhirin e haditheve të cilat jemi duke I shpjeguar nga Imam Bukhariu rahimahullahu taala. Çdo fjalë pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, çdo udhëzim I tij, çdo miratim I tij, çdo mosmiratim I tij, çdo buzëqeshje e tij është ligj për muslimanin. Nga se Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an: "Ati'u Allah wa ati'u ar-rasula." Bindjuni Allahut dhe bindjuni Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, të dërguarit të Allahut. Andaj çdo hadith që e dëgjojmë se Muhamedi alaihi salatu wasalam e ka miratu, e ka thënë, e ka buzëqesh, e ka përshëndet, apo nga ana tjetër ka thonë jo, apo ka thonë nuk e pëlqej, apo se miratoj, apo ka thonë kjo është e xahiletit. Këto janë për neve krejt ligjen nga Muhamedi alayhi salatu wasalam, të cilat duhet t'i marrim në konsiderat të lartë, nga se imani jon është I kushzuar me bindje ndaj Muhamedit alayhi salatu wasalam në fjalën e shahadetit ashhadu anna Muhammeden rasulullah. Dëshmoj se Muhamedi është I dërguar I Allahut. E nëse nuk e dëgjon të dërguarin, ti nuk e ke dëgjuar as dërguesin, I cili është Allahu subhanahu wa taala. Andaj kur marrim fjalë nga Muhamedi alayhi salatu wasalam, ne në realitet e mësojmë ligjin e fesë, e mësojmë Islamin Allahu subhanahu wa taala. Në kapitullin e radhës Imam Bukhariu në ka sjell disa prej gjërave të cilat Muhamedi alayhi salatu wasalam I vepronte duke I marr nga edhe ignoranca e lashtë. Nga se Muhamedi alayhi salatu wasalam ka ardhur për t'i plotësuar virtytet, e jo për t'i nis ato prej fillimit. Nga se Allahu xhan në bazë njerëzit I krijon me natyrë të pastër. Njerëzit vinë në këtë botë me natyrat pastërta, e pastaj devijimet dhe lajthitjet I marrin në këtë dunja, e jo që ata vinë të lajthitur. Mu për këtë arsye tha pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam se unë kam dëshmuar një marrëveshje, një beslidhje me axhallarët e mi, me babgjyshat e mi, të cilët kanë marrë pjesë në një beslidhje me arabët, që t'ja zgjasim dorën viktimës dhe atij I cili është bën zullum dhe dalim kundër zullumçarit këtë komplet. Tha Muhamedi sallam, I kemi fut durt në parfum dhe e kemi zgjat dorën e lidhjes dhe besën. Për çfarë? Që krejt arabët t'i përmbahen kësajna. Kjo sa I përket xhahiletit, kish me met në xhahilet, mos me qenë se e ka thonë këta në Islam. Po këta e ka thonë Islam. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, me mthir tash prap I përgjigjem. Që I bie të ndëruar vëzë çfarë? Se çdo e mirë, çdo karakter I mirë, çdo punë e hajrit, e cila vjen nga ana Allahu subhanahu wa taala, e miratume, apo Allahu subhanahu wa taala e ka kriju tek njerëzit, sikur që është trimëria, sikur që është guximi, gjymërllëki, fisnikëria, mbajtja e lidhjeve farafisnore. Këto këtë janë virtyte të mira. Ka njeri ka mundësi kur për Islam s'ka ni, por I ka këto virtyte. Nëse çka njeri hin Islam, çka I thuhet? Leje gjymërllëkin? Leje mbajtjen e lidhjeve farafisnore? Jo, I thuhet forcoje. Andaj çka tha alayhi salatu wassalam, kush ka një besë të mirë të dhanë xhahilet, në Islam ja shtojna veç lidhen ala më të fortë. Nëse ja ke dhënë dikujt fjalën xhahilet para se me hin Islam, edhe pse na alhamdulillah nisi musliman, lindi musliman, po para se me nis namazin apo para se me ju përkushtu fejes, nëse ja ke dhënë dikujt fjalën për të mirë, mbaj ata. Mos thuaj unë kur e kam dhënë atë llaftin se kam diçka në feja. Jo, ma se ka thonë fjalën e mirë. Muslimani e mban fjalën e vet.
A dhe tha Allahu subhanahu wa ta'ala për pejgamberin alayhi salatu wassalam se njëra nga cilësit më të fuqishme të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka qenë se gjithmonë e ka mbajtur fjalën pejgamberi alayhi salatu wassalam. Asnjëherë nuk e ka thënë fjalën e vet. Në marrëveshjen e Hudejbiyes, e kanë shkruajtur një pikë. E kanë shkruajtur kështu: nëse një jo musliman pi Mekkës vjen musliman në Medinë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam obligohet me e kthy, me e lan. E nëse një musliman dezerton, bëhet jo musliman, e ka obligim me i lan. Çështo ka marrëveshja. Pra një qafir mu po musliman s'e merr. A një musliman runa zot mu po qafir, ti dush me na kthije. Tamam vuloset marrëveshja, tamam i vlohet vulja marrëveshjes, arrin me kuaj dy musliman. Edhe thonë ja Rasulullah, na marr në mbrojtjen tënde se na kena hik pi popullit ton zullumqar. Pejgamberi sa çfarë thot? Nuk jam njeri që e prishi fjalën, që e thaj llafin. Sa po e nënshkrujtëm se nëse vjen musliman dikush pa lejen e familjes vet, du të me e kthije. Ata thonë ja Rasulullah, ku po na lë neve dorën e zullumqarit? Çka tha pejgamberi sallam? Unë nuk jam njeri që e prishi fjalën, çështë kam dhënë llafin. Apo edhe pse këta tash po duket sikur po i bën zullum. Çka i tha pejgamberi sallam? Rrini se nëse jeni të sinqert, Allahu ka më ndihmuar. Nëse jeni të sinqert, Allahu ka më ndihmuar nëse për një mekë në Islam. Edhe pse tash s'kam mundësi me ju ndihmu, por Allahu ka më ndihmuar nëse për një mekë në Islam. Dhe Ebu Gjendeli dhe Ebu Basiri dhe se të kishin ardhur musliman, Allahu ju ka ndihmuar. Pse? Sepse kanë pas sinqeritet. Mirë, po shiko fjalën e pejgamberit alayhi salatu wasalam. S'kam mundësi me ju ndihmuar. S'kam mundësi me ju ndihmuar se e kam dhënë fjalën. E kam dhënë fjalën. Pejgamberi alayhi salatu wasallam nuk e donte dikujt na mi bë zullum. Transmeton sa në Sahih Muslim, nga pejgamberi alayhi salatu wasallam duke qenë pejgamberi në Mekë. Vjen një njeri pini fisit largët. Edhe thot, kam dëgjuar për ti edhe të kam prit tyje. Thot dhe e di që je pejgamber, edhe du me të besue, edhe ai beson. Muhamedi alayhi salatu wasallam i thot, shko te familja jote. Shko te familja jote, se unë këtu jam i dopt, s'jam i fort, s'kam takat me të mbrojt. Andaj shko te familja jote. E kthen pejgamberi sa te familja vet. Thot kur ta dëgjosh se kam bë shtet, edhe jam bë i fort, hajde. Në vitin e 7 të hijretit vjet i njëjti njeri te pejgamberi alayhi salatu wasalam. Pse ja tha këtë fjalë? Se pejgamberi sa nuk e merrte dikë ndër mbrojtje, s'mund të më dhon mbrojtje. Ishte njeri i fjalës. Çish më thon hajde, unë vetes jam të mbrojtë, ti kam të mbrojt. Vetes jam të mbrojt. Kur e Buxhehli e ka re Jasirin, edhe Sumeja dhe i ka vrarë babën edhe nanën të Jasirit, ka kalu pranë tyre pejgamberi sallam duke ju kall zemra pitkesit që shqatu ju bë zullum. E Buxhehli, dy muslimanëve dopt që kanë qenë rob, s'ka pas ta ka çka më bë. Dhe që ka thënë sabran ala Yasir. Sabër, o familja e Jasirit, sabër. Fa inna maw'idukumul janna, se në xhenat keni më pas përfundimin. Çka t'ju boje? Por këtë arsye besimtari është i fjalës, nuk e thot një fjalë çka s'mund të më majt. Nuk e thot një fjalë çka s'mund të më majt. A dhe ka thënë Imam Ahmedi, ne i dim njerëzit besnik në iman dhe me të përlim me nifak në bazë premtimeve të tyre. Çka ke premtuar? Mos premto atë çka s'e mos i thuj dikujt ka me ta kry punën, aty s'u ja krin. Por këtë arsye tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, men kana lahu hilfun fil jahiliya, ai i cili ka një besë të jahiletit, mirë po në kuptimin e mirë të besës, Islami veç forcën ja shton asaj bese. Vetëm forcën ja shton asaj bese. Dhe gjithashtu prej veprave të cilat e kishin forcu Islamin e parë të muslimanët, çfarë ishte? Edhe shtimi i vëllazërisë. Të nderuar xhamat, jetojmë kohë materiali, kohë dinari, kohë euro edhe dollari. Ku njerëzit nëse ki një interes i shumë i mirë i këndshëm, edhe mbisedi i mirë, edhe muhabetit shkon me ta. A ke pa? Shkon muhabetit. Mirë po, kjo vëzë nuk o lidhje e sakt. Kjo lidhje e kot. Njerëzit ullën tavolin, ndoshta nuk e do njëri tjetrin, në runa Zot. Dhe thot Imam Dhehebiu, kam dëgjuar nga ulemat se do të vjen një zaman ku njerëzit do të kenë pamje insani me zemra ujqish. Shikoj një njeri kur i përfundon interesi jot. Shikoj një njeri kur ngopët me ti, s'ka më, u ka ushqi me ti qash, s'ka shka me morë mo. Apo, të banë khasmin më të madhë, të banë kundërshtarin më të madhë, të pa konsiderat, nuk të merë mo as për insan. Dhe kjo çfarë argumenton? Se në zemrat e njerëzve ka zemra ujqi, nuk janë të lidhjet. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam e mirë të një sahabi e ban të vlla me një tjetër.
Akha bejnë më në Mesudin vë Zubejra, e bani vlla ibn Mesudin me Zubejrin, i ban të vlezër ensarët me Kurejshët. Por çfarë arsye vlezër? Që t'ju thot njerëzve lidhuni për Islam, lidhuni me vllazëri islame. Edhe nëse e ke njoft më herët, rilidh edhe një herë, ban edhe një herë vlla musliman. Innamal mu'minuna ikhwa, veç besimtarët janë vlezër. Njoni thot valla unë kam plot vlla, po ti i ki vlla, po nuk është ajo vllazëri. Muhamedi alayhis salam për tjetër vllazëri ka fol. Muhamedi alayhis salam tjetër koncept vllazëries ka sjell në Islam. Vllazëria e cila njeriu sakrifikon deri maksimumin për vllahun e vet. Njeriu i cili ushqimin e vet e sheh barabart me tjetrin, sikur që tha Omer Khattabi, pasha Allahin, nëse njëri ka në shtëpinë e vet buk për një njeri, unë e llogariti që ka për dy. Se unë ja çoj edhe një vëlla musliman atina. Nëse ka për dy njerëz, unë e llogariti që ka për katër. Ç'kjo vllazëria në Islam, të cilën pejgamberi alayhis salam e kishte shtrije tek muslimanët. Andaj beslidhet e xahiletit, edhe vllazërit e xahiletit, të cilat kanë pas me ana, ka ardhur Muhamedi sa më i ka forcuar edhe më tepër. Ka ardhur pejgamberi alayhis salam edhe i ka forcuar më tepër. Andaj ne si musliman nuk duhet lidhim lidhje kapitaliste me njerëzit, lidhje me njerëz të cilat kanë të bëjnë vetëm me interesa, me materiale. Nëse ti ke një biznes për ti, një tregti për ti, një levërdi për ti, na shumë vllai mirë me çiki. Se kishna njoftune. A kur ta këshish ti thupën i matë lavdruki. Kur ta këshish ki, para ditit dhe biznes ka po me ta. Shumë vllai mirë ki. Nesër e këput biznesin, njerë ma të këtë s'ka. Nuk ka kështu në regull. Ka mundësi për një me njeri mira, pavarësisht a i thave ti ajo. Dhe ka mundësi dikush a njeri keq, pavarësisht a i thuj mira ajo. Sepse peshorja Zotit jo e jotja. Ti dikun s'taban, ajo meselja jote. A dhe vëzëria du të me qenë islame, vëzëria du të me qenë për Allah. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, ata njerëz që duan për Allah, Allahu ja u ndrejsh do karrike të ari dhe argjendit prej margaritarëve, edhe pejgamber kur t'i shohin i lakmojnë. Pse i lakmojnë? Se këto nuk janë dashur për interes. Nuk janë dashur për interes. Dhe shikote vetja jote, kontrolloje mirë, si thot Abdurrahman al-Muallimi. Thot kur thu ti dikan që e do, kontrolloje mirë për çka e do. Nalu mirë natën, menoj, për çka e duç këtë njeri? Shoshit e krejt të intereset. Nëse se kish pas që ta e kësha dash, nëse se kish pas që ta e kësha dash, nëse se kish pas asisan e kësha dash. Po këtë asyje të ndërrua dhe zër, le të bëhemi musliman si shkur në kalip Allahu subhanahu wa ta'ala, e jo si kur që neve na përshtatët levërdia e kësaj bote. E lusim Zotin e madh Gjelle Gjelalu, që Allahu subhanahu wa ta'ala ti mbush karakterat e mira të kneve. E lusim Allahu subhanahu wa ta'ala që zemrat tonë Allahu ti mbush me islam, zemrat tonë Allahu ti mbush me iman. E lusim Allahu subhanahu wa ta'ala këtë ditë gjumaje, ditë ku ka thonë pejgamberi alayhis salam, Allahu e pranon lutjen nëse qëllohet qasti i pranimit të lutjeve. E lusim Zotin e madh që çdo musliman që ka hjeka dhe gazepe, Allahu të ndihmon. Sidomos vëllezërit tonë në Gaza, Allahu të ndihmon, Allahu të përkra, Allahu të jep më të mirën tër të ardhmen e tyre. Çdo agent, çdo kurth që ka mundësi mi u bë atyre, e lusim Zotin e madh që Allahu ta shfuqizon, Allahu ta shpartallon. E lusim Allahun subhanahu wa taala që dorën agresore Allahu ta ndal, dorën zullumçare Allahu ta paralizon. E lusim Zotin e madh Gjelle Gjelalu që Allahu subhanahu wa taala ta bashkon ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ta kthjell ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ta kthen në islamin e vërtet ummetin e Muhamedit alayhi salatu wasalam. E lusim Zotin e madh Gjelle Gjelalu që Allahu ta ndriçon me Kur'an, ta ndriçon me hadithet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E lusim Zotin e madh Gjelle Gjelalu që Allahu t'i ruan të gjithë muslimanët që janë në lindje dhe perëndim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فقد قال عز من قائل في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى
آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة يا رب العالمين. اللهم كن معهم، اللهم ارحمهم، اللهم أنزل عليهم رحماتك يا رحمن يا رحيم. اللهم شل أيدي الظلمة، اللهم شل أيدي المجرمين يا رب العالمين. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين ونجي المسلمين والمؤمنين من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيموا الصلاة.